Është hera e nëntë që dita e shlirimit në komunën e Ferizajt manifestohet në një mënyrë shumë të veçantë. Në këtë ditë përkujtimore për të gjithë qytetarët e vendit, Policia e Kosovës në bashkëpunim me të rinjt dhe me mbështetjen e komunës së Ferizajt, edhe këtë vit organizon mini maratonën Vrapojmë bashkë me policinë tonë. Për çdo blerje të bluzës në aktivitet, me çmim prej 5 eurosh, qytetarët kontribuojnë në krijimin e një fondi dhe të gjitha të hollat e mbledhura nga shitja e bluzave do të shkojnë në ndihmë të disa familjeve me vështirësi financiare. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanon Veseli, tregon se në aktivitetin që do të mbahet në ditën e shlirimit, do të përshkojë një shteg prej 5 kilometrash dhe fton të gjithë qytetarët që të bëhen pjesë i këtij aktiviteti. Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj, respektivisht stacioni policor i Ferizajt, po organizon mini maratonën tashmë tradicionale Vrapojmë me policinë tonë. Kjo ka filluar që nga viti 2016. Tani është viti i 9 që po organizohet për nder të ditës së çlirimit të Ferizajt 12 qershorit. Ky aktivitet po organizohet në bashkëpunim me kuvendin e trinjeve të Ferizajt që janë prapa meje dhe të mbështetur nga Komuna Ferizajt, respektivisht Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, të cilët ne kanë siguru këto bluze, e më pas të bluze do të shitet nga anëtarët e kuvendit të trinjve me një çmim simbolik 5 euro, mjetet e grumbulluara nga kjo mini maraton, do të shpërndahen disa familjeve në nevojë që do t'i përzgjedh Qendra për Punë Sociale e Ferizajt. Aktiviteti mbahet me 12 qershor nga ora 11:30 duke filluar nga vendi rruga Brahim Ademi, salla Bill Clinton, starti do t'jetë aty dhe do të përshkon një shteg afërsisht 5 km deri te rreth rrotullimi i rrugës që çon te Parku i Lirisë dhe Anasjetës. Më pas nga disa profesorë që do të caktojnë nga Drejtoria e Arsimit, do të përzgjidhen nga rusit, cilët do të marrin pjesë në atë gamë. Sipas tij, gjatë 9 vjetëve të fundit, ka pasur gjithmonë interesim për blerjen e bluzave, por këtë herë janë tejkaluar të gjitha pritshmëritë, pasi vetëm brenda një dite janë shitur rreth 400 bluza, një rekord i ri për këtë aktivitet. Vit për vit interesimi i qytetarëve ka qenë i madh. Si vjet i ka tejkaluar pritjet tona, thuaj se për një ditë dikun 400 bluze janë shitur nga aktivistët, siç më njoftuan kanë mbetur shumë pak, dikun edhe 20 copa, se kanë qenë totalisht 420 bluze. Interesimi si vjet duket shumë më i madh për shkak se aktiviteti është përveç se sportiv rekreativ, është edhe human. Siç thash më herët, e ka qëllimin human për shkak se mjetet e grumbulluara do t'i ndohen familjeve në nevojë. Ky aktivitet ka qenë i hapur për të gjithë, i publikuar që të marrin pjesë gjitha institucionet, pjesëtarët e policisë normalisht se po, por edhe qytetarët, klubet sportive, të gjitha institucionet lokale dhe qendrore janë njoftuar me këtu për shkak se kemi pasur edhe eventin e hapur për të marrë pjesë. Deri në ditën e fundit, domethënë deri me 12 qershor, të gjithë qytetarët mund të vinë dhe të aplikojnë për të marrë pjesë në këtë aktivitet human. Sipas Veselit, familjet që do të përfitojnë nga ky aktivitet bamerës do të përzgjidhen nga Qendra për Punë Sociale në Ferizaj. Pasi të përfundon gara, caktohet apo shifet sa shuma e mbledhur, më pas ato i përpjestojnë për disa familje 15-20 cilët janë me gjendje më të rëndë ekonomike, atë numër u përcjellim Qendrës për Punë Sociale dhe atana i përzgjedhin. Më pas në një ditë veçantë do t'i shpërndajmë pashtu duke e publikuar këtë aktivitet interesant, ndoshta për qytetarët që mbahet për ditë 12 qershor. Përveç kalimtarëve të zakonshëm, pjesë e mini maratonës po bëhen edhe mërgjimtar që tashmë i kanë filluar pushimet verore në vendlindje. Njëri prej tyre është mërgjimtari Blerim Spahia, i cili së bashku me shokun e tij gjerman, të dy polic në Gjermani, u ndalën menjëherë sapo pan aktivitetin e policisë së Kosovës. Të dy shprehen interesim, blejnë ka një bluzë të maratonës dhe janë të gatshëm që të enjtën t'i bashkohen vrapimit së bashku me policinë e vendit.
Unë e kalova këtu me shokun tim. Unë jam i Ferizajt, jetuna në Gjermani. Këtë shokun e kena morë si musafir në Gjermania këtu edhe kalunëm këtu ka policia Kosovës. Më në ardhë diçka interesante çfarë aktiviteti automojtë në këto i pëtëm. Dhe ishtë një aktivitet shumë i mirë, ishtë për barmirësi, me nga për ditën e shklerimit Ferizajt. Me gjithse që e bëjnë atë njëtën profesional në Gjermani, pa të më dëshira na me morë pjesë në këtë ditë për barmirësi, edhe na vjen shumë mirë që policia Kosovës më bën kësi aktivitete. Jo edhe Gjermani bën shumë aktivitete për barmirësia dhe atje vraprojnë shembull në çdo vit e bëjnë kanë aktivitet. Dhe besoj që është një sen shumë e mirë për popull dhe për rinien më aktivizu në këto barmirësia, kështu që ju kisha ftu krejt e rinjes, dilni për barmirësi, vraponi, është edhe mirë për shëndetin e juaj. Patjetër, unë me shokun tem, ka me vrapu në ejten për këtë ditë dhe me policinë e Kosovës edhe kem një fakënaqësi që e ndjen. Leona Karaliti, vullnetarja që ka qenë angazhuar në shitjen e bluzave, tregon se kishte qytetarë që ofronin të holla, sapo kuptonin qëllimin humanitar të iniciativës. Madje disa prej tyre, thot ajo, paguanin më shumë se sa çmimi simbolik i bluzës, vetëm për të dhënë kontributin e tyre. Sot na jena këtu për mi shito majica, në bashkëpunim me policinë dhe me komunën e Ferizajt, po ashtu me Kuvendin Rinor, na kemi dalë mi shito majica që kushtojnë vetëm 5 euro për mi ndihmu familjet në nevojë. Me datën 12 qershor për orës 11:30 kam me bë minimaratura bashkë me policinë e Kosovës, ku kam me vrapu në rreth 5 kilometra prej nisja bërë prej sallës Binketoni deri tek rrethi që vazhdon tek parku i Lirisë. Kam më pëzjedh 3 fitues me vendin e parë, 2 dhe 3, edhe këto parat që shitën këto majica kam me shku për familjet në nevojë. Unë këtu jam në rolin e vullnetarës, si vullnetare e komunës së Ferizajt dhe kam dalë me ndihmu policisë të Kosovës dhe Kuvendit Rinor për me shitu majica, ku kosti aktive majicave është 5 euro dhe ka pos interesim shumë të madh shtetarëve, po ashtu ka pos shtetar që vetëm ka kontributu e di që për shkak kanë me shku këto të holla, pa morë pa e blej majicën ose edhe ka blej majicën, po me një shumë pak më të madhe sa 5 euro. Duke posur parasysh që ky material është të përdorur për qëllime të mira dhe kemi ndihmu familje me nevojë, e kom pas arsyes me çonë me shpenzu një kohë të jetës tem për me dalë edhe me ndihmu. Ky aktivitet, përveç që ka një qëllim humanitar, është gjithashtu sportiv dhe rekreativ, gjë që ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe ka bërë që interesimi i tyre të rritet çdo vit më shumë.